Banorët e fshatit Mirosal të komunës së Ferizajt ankohen se projekti qeverisë komunale për asfaltimin e rrugicave në këtë fshat po bëhet pa cilësi. Edhe këta banorë si të shumë fshatrave të tjerë të Ferizajt fajsojnë komunën se po asfalton pjesërisht rrugicat. Ata thonë se në hall janë edhe me rrugën kryesore të këtij fshati, e cila është në gjendje të mjerueshme. Problem për banorët e Mirosalës po paraqet edhe mos emërtimi tërësishëm i rrugëve të këtij fshati. Rrugët kanë filluar shumë rrugica të punohen, po janë të punuar me një standard pa standard thuhet. Mirë për shembull rruga, ja fillon rrugës edhe veç ja hu dazhavari përzinë me dhej. Një rrugë nisin e lanë, tjetrën e nisin, nuk qesin katastar me gjetë pikat ku janë pronat e huja, ose tash njerëz mund me lëshu pronën, po do të mi caktu për shembull kufit ku e ka, a e lëshon ose a do të mja pagu, edhe janë të u bë disa punë sa për të bën. To janë për shembull paret taksa paguesve, nuk janë pare kur kush s'ja ka fal as komunës as kërkujna. E tash ose në të ndrejshën rrugë që do të mos ndrejsh, për shembull kjo rrugë është dikon 3 metra rrugë. Rruga për shkollës që shkon drejt në të lagjës Sakaj, edhe ashtu bëm një farë gjysë standardi. Shtrohet pjesë. Rruga kryesore ka qenë shpesh. Në projekt edhe hek, në 2014, 15, 16, do me thonë vitisht 2017, aty kem probleme sepse fëmija vinë në shkollën kom. Është gropa, është rrezik komunikacionit, rruga, edhe tash ka lloj të lash. Kjo rruga kënina ka na nuk është emën hisko. Na kur shkojna me nxjerrni dokument, nuk dim se qysh mu drejtu aty. As nuk jam me rrugën kënina të poshtë, as me këtë rrugën kënina rruga e bregu që thirët na kena vetë një kërkon heq. Por shtë rrugë që i ka njëstë, po shi që janë të bënë kështë diçka, po me dalë inxhinier, me dalë një diçka, shi që s'ka kur gjë. Po që kjo rruga që to, që kjo ka bazën e mirë, a ka dhenë ata në pjesën anina është këtë lëqë. Qëtash me ka me hypë me shkelet të dijet që nuk ka bazë, po nuk e di që tash qëllimi ka në këtë rrugë me shtruën, kurse ka shumë rrugë tjera, rruga kryesore për shkollës të këtëna poshtë atje, është katastrofë. Janë të bon dika, po për momentin për kana ju sa kur gjoni. Edhe asfalti që thonë që kem 2 metra rrugë, kja vishë për bicikla se as për kjerës mjaftar. 2 kjerë më zatet njëri të me shku të poshtë për mjaftë lëhullën, ose thminja të shku në shkollë të rrezikurja në step. Na kanë thonë, po fjallë sa do usha më punë, s'ka për momentin kur gjë. Edhe kja kënejna është që një katastrofë është. Që e kemi Lëmnioni nacional, fillni shtëpi vetë është në gjendje të mrekullueshme. As kanë thonë me asfaltu këtë? Ati ju, personal ato janë të eda, për kënejna kanë thonë që kena me shtru, po për ka ai ju. Pse shka është një familje, po një familje e varfër me cmut. Edhe ato zot me lënë është është një familje atje naltë. Po, emrimi rrugëve është bë? Ti ka o bon, vëllaj, po stibe, por ka na ju që njësë, ma po është po. Asamblejsti i Kuvendit Komunal nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Gjevat Sallahu e konsideron fushatës zgjedhore asfaltimin e rrugëve në këtë mënyrë, duke theksuar se mungesa e cilësisë dëshmon hedhjen e paras publike në baltë. Këto fillimet që kanë fillu në për lagje disa fshatrat asfaltuën, e shoh që është një qasje gabueshme e komunës. Rrugë kryesore të fshatrat janë në gjendje të mjerueshme. Dhe hudhja e disa zhavërëve që bëjnë disa rrugë këtu në për fshatra, lagjeve, dhe shifet se materiali është shumë i dobët dhe nuk bëhet me standarde ndërtimore, për kjo është hudhje e taksës së qytetarëve në baltë. Po shifet që ndarje ka, ashtu e kam reaguar më herët ku në fshatin Llashkabare i ka bërë disa postime drejtori infrastrukturës ku thotë 10 lagje pe asfaltoj, po si e bën atë kur në disa fshatra kanë rrugë kryesore në gjendje të mjerueshme. Dhe rrugë dytësore të qytetit po ashtu janë gjendje të mjerueshme. Dhe kjo investime, këtë punë që aty bën komuna tash këto janë në fushatë zgjedhore, për të bën për fushatë, për asgjë tjetër. Komuna e Ferizajt ka filluar muaj më parë realizimin e projektit asfaltimi rrugëve në përfshatra dhe qytet. Mirë po ankesa për ecurinë e këtyre punimeve janë paraqitur edhe nga banorët e fshatit Llashkabare, Gaçk, Rahovic e të tjerë.